Sa po erdha këtu, edhe në fakt e kam 2 minuta larg shtëpisë. Edhe u knaqa, gjeta një vend të ri që nuk kisha ardhur ndonjëherë, kam ardhur pak më poshtë, Lëndinës që unë vija shpesh. Prova dhe disa qenë që po lejnë, e si një frikacake që jo, zërë pak frika. Jam në shtëpi edhe do t'ju tregoj një haul që është shumë i vogël, po ama kam bler gjëra të lezetshme. Tani t'ju tregoj dhe i kam marrë para se të nisja serialin Love Story, po sot më erdhën sepse më dërgoi ersi nga Gjermania, se i porosita atje pendajnë online. Nuk e di kur hamaja do hapi online edhe në Shqipëri, sepse nuk e di ato të dyqanit tek Tegu nuk më duken të bukura, po hëmën e kam qef. Edhe më ngjan sikur nuk sjellin gjëra të reja. Ju duket e juve kështu, ma kështu më duket paktën. Dhe kam porositur 2 gjëra që gjeta me çmim shumë të mirë, po ama duken shumë chic edhe janë shumë timeless, mund t'i vesh dhe të duken shumë bukur. Kam marrë një çantë dhe një palë këpucë. Këpucët dije që ju tregova të skenën që rash. Dhe sa po rash në shtëpi. Dhe jam me shumë nerva, shkoni si më skuqur. Për këto çizme që po i provoja, dhe më mori Alvio në sysh, që po ja tregoja. Edhe thash, janë. Tha Alvio, po ecën doti me ato. Edhe... Eci, këta janë shumë seksi, thash. Edhe po ecja për të parë vete. Në pasqyrë, dhe kam rreshkitur këtu. Më shikoni sa kam qarë dhe alë vetëm më ta se qeshte. Madje dhe gishtin në kam bra shumë. Po shikoni sa e brava këtu. Këpucë të reja. Nuk e di me qa rëshkita me këtë që... Reja ishte vetëm e një. Ja ti vesh të të... Ishte me 2, kishte balans, ku kishe di? Jo ma jo se rëshkita. Po. Ato janë këto qisme të shkurtra me këto takën kështu. Dhe sa të bukura janë shumë chic. Dhe mund t'i vesh me xhinse, me pantallona. Shikoni sa të bukur e ka këtë pjesën e majës që vjen pak si këpucë cowboy këtu me këtë takën. Edhe t'ju them tani ishin të rehatshme, nuk ja them dot sepse rash, por kisha veshur vetëm një. Edhe mendoj se më mori Alvio më sysh vetë. Alvio si për tita. Që qava. Për janë shumë të bukura dhe i ka marrë më duket për çmimira 35 a 40. 20 euro i pas kam blerë. Janë shumë nice, më pëlqejnë. Edhe mendoj se do t'i vesh, do t'i kombinoj, tani të shoh në qoftë se mund të eci, por shikoni sa takë e ulët është. Qoftë nuk eci as në të takë, nuk e di. Nisë, se këto rrugët e Tiranës nuk janë shumë të mira. Po s'kemi çfarë bëjmë. Mi mora se nuk kisha një palë çizme që të ishin fine dhe janë super të bukura. Dhe këtë çantë që unë nuk kisha çantë të zezë, por ama është shumë e bukur. Ne kam marrë për 35 euro, por shikoni sa e bukur që është me këtë këtu. Nuk më pëlqen sepse nuk ka zinxhir që do jenë të hapura këto, ka vetëm një zinxhir të madh që mund bash një lek në portofol, po kështu i ka të hapura. Por është shumë e bukur me këtë gold në këtu, pak më pëlqen shumë, edhe me formën katrore, shkoni sa e bukur është. Është fantastike, mund ta bash kështu për një foto, edhe ka të përkryer këtë ripin, edhe mendoj që janë blerje super me mend dhe që do t'i vendos shpesh, pa ama kanë këtë të mirë që nuk duket dhe nuk bëhet boring, nuk duket sikur ti po vesh të njëjtën gjë çdo ditë. Dhe parasysh. Dhe janë të bukura dhe kushtojnë pak lek. Prandaj do t'ja tregoj edhe juve, nëse doni ndonjë gjë stil. Këto janë shumë të bukura. Edhe ju sugjeroj që t'i merrni. Tani unë do iki tek studioja, sepse kam për të bërë disa pako, sepse po merremi me pakot e 7 marsit, për ditëlindjen, për peshqit, prandaj nëse ju duhet një dhuratë e bukur, e dini është një opsion shumë i mirë, është Mbire Studio, agjendat që unë bëj dhe po punoj për një projekt, për të nxjerrë diçka tjetër tek Mbireja.
I kisha flokotopus në mëngjes, si që pat, dhe vetëm i kreva pak baluken, edhe shko duken bukur. Sa të mësohemi tani me këto flok, po shikoj disa video të vjetra që isha bjonde dhe po më merte nuk e di pse jam kështu në momentin që bëj flokët totalisht diçka tjetër, më merr mali për atë që kam qenë. Edhe po shikoja disa video të vjetra tek shtëpia e parë dhe po mendoja se sa shumë aktive kisha qenë, se sa e lumtur kisha qenë dhe më ka marrë shumë azë, më duket sikur nëse iki tek ajo shtëpia do gjej veten time para një viti dhe do gjej veten time me Ruçin, edhe sikur ajo shtëpia kishte më shumë dritë, kishte më shumë këto janë mobilje kafe dhe nëse bëni shtëpi mos i bëni mobilje kafe. Ngjyrat janë shumë bukura dhe shtëpia ime ka pak nevojë për ngjyra dhe po mendoj ta ndroj këto të televizorit, marr diçka që të ketë më shumë harmoni, por pastaj them nuk dua të shpenzoj lekë sepse shumë kam shpenzuar, se fundi jam shtëpi me qera jam, edhe dua që të kursej edhe të punoj dhe dua të realizoj atë ëndrrën time që ju kam thënë që kam një ëndër unë aty në Sirtar. Po na kanë dalë disa probleme kohët e fundit edhe disa gjëra që duheshin paguar, edhe na kanë dalë shumë papritura. Edhe jam mërzitur se ishin në fund të ditës kursimet që unë i kisha bërë për atë gjë që unë kam qef të realizoj edhe të dalin kështu. Prandaj është ajo që duhet të kesh ndonjë lek në xhep edhe të hequr me një anë, që për ditët e vështira të kesh lek me të përballesh, se në fundja nuk do t'i kërkosh prindërve apo njerëzve. Ika tani goca se u bëra shumë vonë për një studio. Kam marrë dhe këtë çantën sot, edhe kam mbushur me rraqet e mia. Meant for each other, staring in her dark green eyes. I want to love her, scared if I should roll the dice and go with the flow. And I wonder if you ever think of me, and if you want to drink another coffee. I I thought we should be analyzing our relationship. About what? out in The proposal. time. He thinks that It sounds like you don't have a I choice, meant to call, but you hear what you want to hear. I meant to call, but I was too scared to hear you say, oh, you're not the one. Për çfarë më duhet mua motori me 3 rrota. Këtu ka pako, po i kam vendosur këtë si mbulesë që mos të më bie sepse se ka me kosh, është një pako kështu me gjëra, me pako të mbires se do vi postat t'i marri. Dhe më duhet t'i silja nga studio në shtëpi, sepse posta vonohet dhe një orë dhe nuk mund të rria më aty në studio se vajti ora 7:30. Po thot. Ti shua tregova që sa estetike që është, edhe më mendoni kështu, mua më ndje madhe kështu, po unë nuk e vras më ndje fare, realisht. As për të dukur më bukur, as për të dukur më mirë, se ndal me këtë motorin tim me 3 rrota, më shoh njerëzit. Edhe njerëzit që më njohin më thonë, ua, shu, habiten, thonë si ja bën, nuk e turp, që del me atë, njësoj edhe për bicikletën. Por nuk më ndjen fare. Kur jam mirë me veten time, nuk më intereson fare se çfarë thonë njerëzit e tjerë, apo çfarë mendojnë, apo edhe e shprejnë shumë. O, reja, seriozisht e ke, kështu ashtu habiten, thuaj ti gjasni sikur po dalë me kalë në Tiranën. Nejse, i ka thënë se jam shumë bon, pajti ora 7:30. Edhe do pres postën në shtëpi, por do vonohet edhe një orë, prandaj mora me vete. Edhe duhet gatuaj në një gjë për darkë se po më hajt shumë bukë. Është darka ime. he sleeps.
Kjo është dreka ime, tani sa po e përgatita dhe nxora nga fura. Sallat, edhe tav. Kam këtu edhe pa kokos. Kombinimi perfekt. Kam një orë që filmoj. Po se pas kam dezo kamerën. Edhe Albion sot nuk e kam për drek. Është në Durrës, edhe unë përgatita këtë pjatën, siç ka tregova që është tradicionale. Edhe më kishte marrë madhe, po vinte pak për të vjetë, po tani që provova pak tavën e pas kam bërë shumë të mirë, më pëlqen. Edhe ka shumë e bukur, na ka bekuar Zoti për Zotin me këtë diell, sepse në fund mallkimi u prish gjitha ishi. O Zot, nuk duam më shi në jetën time. Shikoni foton e Ruçit aty, më mungon kur ha buk që vinte këtu afër, kështu, mi numëron te kafshatat, i voglim. Nëse e kujtoj gjithmonë edhe mendoj se është në një botë tjetër, edhe do të thënë është akoma, të paktën unë e mbaj gjallë kujtimin e tij, por ndoshta është në një botë më të mirë. S'ka se i vicest, Ruçka ime, jam shumë e fat që e kisha në jetën time. Nise po ha këtë ushqimin tim këtu edhe të nxitoj, sepse ka dalë dielli, edhe kam një kështu si lëndin, një pemë këtu afër lagjes. Edhe të paktën të mjaftohem me aq, se e dini ju si Tiranë, nuk është se ka parqe. Pastaj me vrap do shkoj te zyra se kam shumë punë, duhet bëj shumë pako, duhet i çoj në post. Dhe është merë. Hello, nga dita tjetër, unë tani paruan disa punë në Alba dhe po vete ora 12:30, se lasha atë pa punë, po kisha për një projekt që kam në Instagram, edhe bleva një buk thekër, po i kene shtëpit, ha buk. Maci, shoku impi, Maci! Pse nuk e ha bukën? Ndomish? Normale, është i zuar këtë domish. Po i kene shtëpi tani, paçi Maci. Do i kene shtëpi tani, kam bërë tavë dje që va tregova, edhe ka ngelur pak, se kam dhe për dark. Edhe atë do hash, shqyr Zotit e kanë drekën të planifikuar dhe e gati. Se më merë shumë kohë kur duhet të gatuaj. Edhe kjo Maci që po më ndjek. E më jetë. Tu nxirja dhe unë Ruçin këtu të Londinat. Ku ndodhi dhe ai aksidenti me dorën. Outfiti për sonte. Është shumë nice. Mëngjes. Do bëjmë bukë me vezë, kotaleta, e shuajmë në poliçan. Me bukë thekër, se gjithmonë bukë thekër përdorim në shtëpi. Edhe bëri Alvio dje në darkë, edhe më mëra Lexi, për sot të mëngjes. Dhe për bida Alvios tani për mëngjes një kotolet për vete. Një mjafton, me një që banana aty. Edhe këtë e të mëngjesi. Okej.
Avokado, dhe vendos gjysmën, se mirë na bëjnë yndyrat e shëndetshme. Proteinë, yndyra, karbohidrate. Super. Unë përdor tani në mëngjes edhe këtë mjaltin me shafran indian, që kam bler këtë mjaltin këtu. 15 ishte. Shafran indian që është bio 100%. Kam lënë pak disa gjethe që ta bëj çaj. Po ky është shumë i mirë për stresin, anktin, madje edhe për shenjat e para të depresionit. Tani normali duke u këshilluar me mjekët dhe është diçka bimore. Por nëse keni probleme me stresin, anktin e gjëra të tilla të shëndetit mendor, ju sugjeroj ta provoni, sepse një është shumë e shëndetshme dhe dy, nëse na jep këto rezultate. Unë po bëj një javë gjys, 2 javë që e kam nisur, një lugë të vogël çaj në mëngjes dhe një lugë të vogël në darkë. Tani ta hak të dozën time të mëngjesit. Ja, ka pak shije paracetamoli, nuk e di atë. I'm always trying my best. 내게 원하던 대로. But the world just won't let me alone. 이제 나를 알아보겠어. No one can truly see inside. 너 말해 I understand you. 살며시 숨을 보내도 지나온 날이 무색하게. Someday I see the light. 잠시 눈을 감고 기다리며 And then everything will be alright. 수많은 밤을 지내고 너는 내게 말했지. 부서진 노래 담긴 건 모두 흘려보내자고. No one can truly see inside. 너 말해 I understand you. 살며시 Po të njoh, Alvia. Pse? Se s'qenke i mirë. Sa po tolla nga dushi dhe i bëra Alvias presion para se të futesh në dushi, thash, ti asnjë punë nuk bën, merre lyej, ke një kohë me vojë aty, që në fakt ka një vit e nuk e dija që bënte akoma, ishte thjesht presion. Dhe kur dal nga tualeti, nga dushi, thot Alvia mua, ku të gjej një rreck? Çfarë rrecke more, thash? Po lyej, edhe kishte ngrënë presionin. Jetë se që më gjithë shpave? Më mëgjesi. Se është në punë. I ka të vishën tani se sot kemi plane dhe do ikim blejmë diçka që është për ju. Prandaj rrini këtu dhe mos më ikni në videoja. Tani u bëra gati, do dalë edhe do e thjesht t'ju tregoja pak veshjen. Ke parasysh këtë pallkon që kam unë me këto të pellushit? Ja hoqa, se mund të hiqen. Kam veshur, sa brava! Këto këpucët o dhe më vrasin këmën o duart. Se kam veshur këto këpucët e të mërshme me tark që rash, që më tregova. Ba, sa brava Dora. Kam vendosur edhe çantën, do më thënë kam veshur blerjet e reja. Edhe ika tani sepse do vemi që të blejmë gjë që do t'ju tregoj më vonë, që do jetë dhuratë dhe surprizë për ju. Tani po e hap edhe shikoni goca. Sa e bukur, gjella një ngjyrë shumë bukur aty. O zot. Tani sapo bëm tavën me qullë e do e fusim në furr. Duket shumë yummy, Alvia. E bëra në bashkëpunim me Alvian.
Pako i bie mirë. Jo, 2. Dhe thonë ju. Sa i që do majdas. Në majdas. A jam pa për vete, sa i po ty. Po tani, Gjoni Albion që thot kameraku. Ma për vete. Shumë që. Pa ato që e kanë ndjekur dhe e kanë. Po me ndërashkjen, arrova unë nëse, s'kemi deskurë. Edhe do thoja unë që bashkëpunimi bëri Alfi qëroj hudrat. Okej, ajo ma caron pak ti qëroj që kështu mirë bën që i qëron dhe dashurim sot më habiti sepse u lëu shpinë. Edhe ju thash, dola na dushim, tha mua më gjej një rejtësër që rejtë s'ke kërkon kë. Po e ka lyer aq mirë, ishte dhe boja e mirë, që na kishte ngellur nga vjetë për mirë. unë me nuk ishte boja. Edhe shqyqyrmi për qik shumë pas kanë. Për qik presion. Për presion. Tani do fusim tavën që bëra. Apo në hajt buk. Tani e kam tesur. Këshu njërë që pa flisnim. Dhe si kisha bërek. Vërtet? Po. Zot, edhe Albi që zot më në fund më bëtë qik publicitet në mua. Edhe tani sa po ndeza, vendosëm atë tavën në furr me qull. Jo, fol për mua tani, se fole me kamer figur. Se Albi merret me punë dhe më ka ngelur mua kod, do të thënë influencer i shtëpisë, se Albi merret shumë me content creator, do të thënë si content creator për alët tën, edhe me atë rast bëni edhe ndiqni follow, na ndiqni për se i thash Albios do të fus tek të giveaway që do bëj, ta kemi aty si tek pjesa e kushteve. Ta jo nuk më fut, mos më futa se s'dua ti nga të gocat ende që më ndjek edhe mua kështu, po të duan të ndjekin vetë. Po. Duket pak si detyrim mbasa. Sepse unë jam komplet jashtë. Mirë, s'ka gjë ty shpesje, po. E kishe pak shumë do të them donte. Puna ime. Dhe bëjmë të ardhme, që ju preton t'i gocave? Si? Që ju preton një gjë të bukur, që do donin? Se ti masë dhe Ale të, ja, që ju preton? Në një kamer, në një dron, për dron Me do më se ta një makinë. Një skuter, se është mjeshtri skuter. Kur na hapin ligjin. Edhe këshu, i thash në Albi, edhe këshura fjala se nuk e kisha bërë, nuk po filmoja, nuk e kisha ndezur kamerën. Edhe tani po presim nga bëhet ushimi. Po thoja që Albi mundohet më shumë se që mundohem unë me foto dhe me video, tregullem që këtë rikë në këto. Apo e bërë shumë pak nëjse. Edhe mundohet me foto, me video, me gjëra, të ketë atë audiencën e vetë, aktivitetin, edhe po të shumë që marketingu është shumë i rëndësishëm në ditët e sotshme. Edhe po thoja, pëse më ka ardhur një koment që pse ju thuaj fshatar, se e dini u bëm lëmsh me muhabetin, por bëra tavën, edhe pula ishte shumë e shishme. Vërtet shumë e shishme ishte. Edhe shumë e mirë, edhe lëngun e bëri dyll të verë, edhe po thoja që, se ju thashin, nëse do ishte pula e mirë, sepse ishte ajo pula që mora aty tek zona e Alidemit, pavajtur te shkolla e baletit përballë Big Market, aty është adresa që mora perime e gjëra. Edhe thash që i mora tek fshatarët dhe më kishte ardhur një koment dhe kishte marrë dhe like dhe unë nuk e kisha me qëllim të keq, sepse në rast të parë unë po i bëj market, në rast të parë unë po i suportoj, jam kliente, po i suportoj, po i blej me lekë me të gjitha. Në rast të dytë, unë tek një audiencë që është mjaft e gjerë, që jeni ju, po ju sugjeroj diçka që mua vërtet më pëlqen dhe fundja po i bëj duke qenë si klient e tyre, edhe duke përdorur fjalën që mora tek fshatarët, nuk mendoj se në këtë rast është marketing, domethënë është një, nuk është në si thuhet kontacion? Po, nuk e në konotacion. Se se të ndo të fjallën. Se shumë e motivuar. Nuk ishte me... Ideja është për të motivuar njerëzit që të blejnë të këta, edhe për të treguar që produkti është produkt vendi, është organik, do me thënë që ti po mundohesh të marrësh një produkt më të mirë, më cilësor. Kjo është kryesorja, se normalisht ata i rrisin në për... si bjeno bore të vogla, në kushte fshati, kështu që nuk mund t'i themi fermer, sepse nuk mund
në Shqipëri nuk ka firma të mëdha, ose edhe kush ka, Nuk ose është se tregton di, jashtë ose në po. për markete, nuk është se mund të dali ta Shkon tregtoj vetë aty në fizikisht. rrugë apo vemi ne, se të paktën jashtë edhe vemi Po, firma. si vetë si që vetë në ferma mirë qoshë mirë pesa. Edhe kjo fjalë domethënë tek fshatarët, edhe e thën nga mua nuk do ishte kur në qëllim apo kuptim të keq, se fundja kështu jemi të gjithë. Nëse unë kam lind Tiranë. I kam në Berat. Kam aty, jo, vetëm Tiranë kam të përshëpa. Po nisë, ç'lidhje kam, Pronovik, Poliçan, jam rritë dhe unë me... Pa fiks. Kemi qenë vogla, kemi jetuar afër ku kemi fabrikën, kemi pasur pula deti. Kurse tani prindërit e mi ka marrë dhije dhe pula dhe ç'ës kanë marrë. Po. Edhe pam një njoftim palve dhe ma çoj për dy lama Po. Edhe shiteshin në Shqipëri, edhe tha Alvio ti blemi t'ja çojmë bikut atje. Edhe me ndot shturi sa të bën të lama, sa të bukura. Edhe do e pyesim njëherë kur e them sa kushtojnë dy lama. Dhe nuk e dija fare që shiteshin në Shqipëri. Edhe prandaj nuk do ishte kur me qëllim të keq kjo fjala tek fshatarët. Tha që madje është marketing dhe kur e them këtë gjë, domethënë që i ka marrë tek fshatarët, josh edhe njerëzit e tjerë që të shkojnë dhe të blejnë, sepse në market ti nuk ke do ndihmosh atë që ka marketin, pronarin, se ti bën një ndihmë shumë të madhe. Ai do ta shesi prapë atë produkt. Kurse tek këta persona që shesin në rrugë me munde me të gjitha, apo tek fshatarët në treg, ti ndihmon një familje, Ai sa ka për momentin. Ti ndihmon një familje. Apo që shesin lule, apo. Edhe kështu tani presim tavën që të bëhet, edhe doja që t'ju thoja këtë pjesën për komentin që më erdhi, që nuk ka ndonjë gjë të keqe se nuk e se po them se më komentoja goca kështu, thjesht doja ta sqaroja edhe kështu. Po merresh aty. Jo, po gjej lama. Lama, ma ka quar mua, kështu Ja, që e këma qoku, të zësht. Edhe kangur. Po pse jeton kangur në Shqipëri? Kangur parë ma që është e shkurtë. S'kanë kopsologjik kangur të ketë aty. Kurioze jam ta pysër sa lik be. Kanguri do të pysër. Be, një, jo për kangurin, që do kangurin? Fjetë për lamë. Për shpëtoja i andej. Të Rafi ka bashkë, të zikët. Këshi mërzit. Sa po erdha tek hëmaja dhe do provoj disa gjëra. Do t'ju tregoj edhe juve se si më rinë. Kam gjetur disa gjëra bazike, që mendoj se kam gjetur gjëra shumë të lezetshme. Edhe që vishen, mendoj një jaket hall, dhe janë shumë të kombinueshme. Thjesht i provojmë tani, t'ju tregoj edhe juve se si do më rinë. Hello! Kush ka hapur Bridgertonët, sepse na dolën episodet e reja. Edhe këtu kam marrë edhe misrin tim. Unë kam shumë qef këtë misrin e verdh. Edhe po pres që të më teket pa buka, të bëj pa me gjizë. Dhe është ora gati 3. Mora me një projekt. Jam shumë e uritur, s'kam pirë, kam marruar të pi dhe vitaminën tim D. Vetëm një banane kam marrë sot. Dhe kisha një projekt shumë të bukur. Të ishte për 8 marsin, në Instagram. Edhe doja pak se bëra me kamerë, dhe doja pak cilësi, edhe kamera e madhe është
Atë e rëndë edhe vendos këtë fjalë. Po tromba. Më duket se më ra kamera, po. Kam iPadin këto. Edhe kështu. Kam qenë pak e lodhur. Pak si e mërzitur, edhe para ciklit ndoshta. Dhe jam në atë gjendjen time që nuk e di. Jam goxha e mërzitur. Nëse, përndaj hapa Bridgertonët. Se është nga serialet e mia. Okej, se ky sezon i sësa. Njëshi dhe është më qema. Njëshi më pëlqen më. Dhe historia e Queen Charlotte me burrin e vet, me mbretin. Edhe po tjetër edhe dyshi nice është. Nice, besoj se jeni ju fansat e Bridgertonëve. Më duhet të bugaj me tek. S'kam asgjë, nuk e keni ide, nuk e din qose kam shoqe, po unë përtoja shumë do dalë në market, edhe ka markete shumë afër. Dhe në qofë se ujë nuk kam në shtëpi, unë përtoj dhe duhet që të pres avë në darkë, të vijë të mbësjellë ujë. Nuk e di pse jam kështu, por fokusohem në një punë, në një gjë dhe jap 100% tim aty. Dhe tani pasi mbarova punën dhe e kam çuar videon për miratim dhe shpresoj shumë që ta miratoj se më lodhi me të drejtën. Por është okay nëse ata do ndrojnë diçka, domethënë bashkëpunuesit e mi. Sepse mund të kem bërë diçka që nuk është shumë në rregull me kërkesat që kanë për projektin që ne kemi zhvilluar. Thjesht po ju them pak se si funksionojnë bashkëpunimet. Por besoj se kam bërë një punë shumë bukur. Edhe kështu gocat e mia, unë do të shojmë tani do ha bukë me gjis, me çik vaj ulliri dhe me ullin sipër, që mund të shtoj s'kam asnjë gjë. Do doja të dila breza domate, ca kastraveca. Këtë të qohëm tani. Edhe se harrova që t'ju thoja, muaj sa më të mbar, qoftë muaj mars, muaj pranverë për shpirtin, gjejmë qetësi, t'jemi më të motivuara, do zjarr të dita, është ditëlindja ime, për 27 vjeç, e kam pak më kështu kur u rritëm. Unë jam e sigurt që ka shumë goca viteve 99 që më ndjekin, edhe jep goca, do bëjmë 27 vjeç këtë vit. Nice. Jemi me fat që po jetojmë. Edhe jemi mirë, edhe duhet t'ja themi vetes gjithmonë që shqyr Zotit që jemi të shëndetshme, shqyr Zotit që mund të realizojmë ato qëllimet tona apo ëndrat tona, edhe kemi fuqi, kemi një punë të mirë, edhe kemi familjarët pranë, e të gjitha gjërat që kemi, thjesht duhet jemi falenderuese edhe më të bëjmë mirë tjetrën. I ka tani se më dojgjë buka, më dojgjë ngella pa bukë pastaj. Ja ku i kam dhe bukët e thekura. Kur ju thash që kaq gjëra kam vërtet në shtëpi, nuk e kisha me talje, por nejse. Vorën një thelpi hudhër aty, marrëm qaf njerëzit që do takoj sot. I fear that would be most unkind to our cook, who will already be up at 6. Find some fruits and bread ourselves. We used to plunder the kitchen all the time in the children. Yes. It was great. Recital. Hyacinth, let us convene. Hyacinth, sure. E gjokova kot sepse ndonjëherë këto gjërat kështu shijojnë edhe më shumë. Thjesht do dojnë domate. I know I have not been here, but I'm so grateful to you for your Hello, kindness good as well. doctor. I'm also aware that this position I remember the long drives to the car. I remember it all. Windows down, empty streets. You were all I used to know. You and I, forever, forever ago. And you used to drive me home. Now I drive alone. You and I, forever, forever, forever ago.
Hello! Nga dita e fundit e vlogut dhe do bëjmë do mbyllje këto, për besoj se keni pasur, nuk e di se sa minuta, për besoj do dali shumë minuta kjo video dhe do më dojmë që mos ta editoj shumë. Edhe unë sa përda në shtëpi, isha eftuar në një event, në një projekt për në Instagram, dhe u kënaqja shumë se isha me vajza, ju kalëm pak fare klipe, por nice, unë nuk shkoj zakonisht, edhe pse kam gjithmonë ftesa për eventet të tilla, nuk shkoj, por do nis që të shkoj edhe të bëj dhe unë qef. Kam bler 2-3 produkte të tjera që i përdora sot dhe ishin very nice. Ishte ky blashi nga Essence. Ishte edhe kjo ngjyra tjetër, kjo nuk e se më pëlqen shumë kjo roza. Edhe mora edhe këtë nga Essence që ishte i vogël. Kjo i paçkar fare. Edhe ishte nice. Ti shua të regova se i bleva tje. Edhe dola nga Rossmann, dola isha u gjërë që është 70 lek. Me këto gjërat që hajta marrë këto edhe hajta marrë atë. A bleva edhe këto, ky më pëlqeo. Ky ishte nice. Ky lip gloss. Edhe hajta marrë këto, hajta marrë atë. Në parasysh vajt një gjithë ato lek. Ndërkohë, jam fiksuar sepse dua që të bëj baluket. Përndaj mos u habisni që në video në tjetër të më shikoni me baluke. Shkon, mendoj se më shkojnë. Si mendoni jo? Dhe nuk dua të baluken. Apo i kam mirë kështu rehat. Nëse deva lexoj komentet do t'ja marr për bazë. Qëse thoni bëj reha baluket, do i ke që t'i bëj. Unë i kam pasur para shumë vitesh. Edhe më pëlqejnë, mendoj se më shkojnë. Po ndonjëherë më hapeshin, domethënë një këtë, një ngjaja pak si Leonardo DiCaprio. Edhe tallesh gjithmonë, domethënë tallesha. Edhe është si taller, po edhe unë veten time tallesha. Se e kuptoni kur tallesh me veten. Edhe nuk e di, të vajse ndonjëherë ato baluket. Au koka, po duhet bëja të baluken që ka dele baluke e vogël fare. Kërse që është e shkurtër. Duhet një qëse do më shkoj. Sa duan që të rriten baluket. Ja, duke përdorur kombinimi vajor në atëherë, sa aq, 3 muaj do më rritën do më vejnë kaq. Pse mos ta provoj? Plus, kjo lyre e fundit, më duket sikur e kam bërë më të errët se ç'duhet. Edhe më ngjan sikur po merr në oksidimi bojës, po merr një si refleks. Edhe pse kështu e kam në gjendje shumë të mirë, ka shkëlqim, sikur po merr një refleks ftohtë o gri o jeshile. Sorry. Edhe nuk e di nëse duke mirë. Jam mirë, më shkojnë flokët kaq të errta. Tani unë do lë pak një muaj që kjo të shkarkoj, edhe do dalin çik kështu, ndonjë do zbardhet, se është bjonde poshtë. Edhe shpresoj që të zbardhet sa më shumë. Edhe kur të niset të zbardhet, do t'i mbaj vetëm topuz, që pastaj të iki ta hap pak tonerin bojën. Ndoshta duhet të bëj 2-3 highlighter. Opimi im ka qenë që unë bëra bjonde 80-90%, nuk duhet të bësha, duhet të qëndroj me ato fjetë e mia natyrale që i kisha. Po tani unë dua flokun tim natyral, duhet që unë t'i pres të llace të më dali floku im natyral. Po e dini çka do bëj? Nëse nuk e durojnë më dot këtë ngjyrë, do i pres deri këtu te veshi. Rritem prap flok është. Plus edhe provojmë. Unë kam pas të shkurtra, më pëlqejnë. Shkane? Duken mirë. Bëjmë edhe baluket. Do si që bëj. Apo jam rehat. Tani 2 alternativa kam. Ose të pres flokët, edhe pasaj të nxjerr të pres 2 vite, 1 vit sa të ndali rënja ime, që mos ta lyej më. Ose duhet që unë të lyej vazhdimisht flokët dhe do jenë gjithmonë këto ngjyrat e kafes. Në jep një ide. Apo mund e merr njëri përsipër të më bëj mua bjonde me këto flokë që kam kështu tani? Jo, se merr përsipër se nuk del, apo del bjonde, po do shkadrosh flokun. Nuk e di çfarë do bëj, do pres një herë që të më çelet pak floku nga bjondja që është poshtë. Kam edhe më duket kam temperaturë, po më plas koka që kështu do e mbyllim këtë video. Kam shumë punë për të bërë, po ne do shifemi në videon tjetër. Më komentoni, se realisht do t'i lexoj gjitha komentet, do t'i marr përbas, nëse ka goca që thon reja pri flokët më vrap, e kam gjetur një parukë re, jam vetëm një hap larg për t'i shkruar le orar. Nëse unë le orar, po mbylla e muhabet.
do t'ju vendos 2-3 foto si dua shumë t'i bëj flokët. Do isha shumë e lumtur nëse do merrni në konsiderate, do më jepni një mendim shumë të sinqert. Edhe keni parasysh dua që t'i bëj se edhe një jetë kemi, plus unë lodhem shumë, domethënë nga gjëja e përditshme që shoh, dua jam ai tipi që dua të bëj një ndryshim. Mendoj, bëra bjonde, tani dua të bëj brune, pastaj dua të bëj me baluke, pastaj t'i pres. Domethënë kam qejf që të bëj aventura me flokët. Ndoshta edhe floku im më mundson sepse është shumë i shëndetshëm edhe Alve më thotë, "Orja, ik mos i luaj se do kesh pa flokë." Edhe unë kam ka shumë besim tek flokët e mi. Okej, përdor edhe produkte të mira, por është edhe gjenetike. Për flokët është e gjenetike. Thjesht mua produkte të mira dhe cilësore mundohem të përdor sepse floku im është shumë i thatë. Është ekstrem i thatë dhe shumë i trash, por shumë i thatë. Edhe nuk ka shkëlqim. Ndoshta me gjithë këto gjëra dekolorime çfarë s'kam bërë, normalisht që s'ka shkëlqim, po për këtë gjë mundohem të përdor produkte të mira. Edhe kështu e kam të butë, kur e kam të butë nuk më besohet që floku im mund të jetë i butë. Nëse se shumë e zjata apo mirë jam, më shkojnë këto flok, nuk e di, më thoni. Tani, ka dojmë vetëm video, do shifemi në vlogun tjetër. Mos harroni që kemi një giveaway aktiv në Instagram për të fituar një Dyson, që unë e përdor shumë Dysonin, edhe ky krori Dysonit është fantastik për t'i bërë kështu baluket me volum. Prandaj, shkoni atje, ndoshta e fitoni, nëse s'keni Instagramin e mamit, të motrës, të vllajt, mund të merrni pjesë, ose mund të hapni një account direkt për giveaway-in, ku ta di unë, gjeni mundësinë. Thjesht mos e humbisni mundësinë sepse realisht është shumë transparente nga ana ime, edhe për giveaway që kemi bërë më përpara, gocat që e kanë fituar e kanë marrë, siç ishte pjasti GHD-s dhe një qëbra me ersin. Prandaj është real, domethënë vërtet një nga ato komentet do dali fitimtare edhe këtë plotësuar ato kushtet edhe normale që ja dërgojmë. Domethënë është transparente, nuk është se është në një giveaway, e kanë parasysh që bëhen vërdall edhe apo se kur do fitoj unë atë makinë. Jo, këtu e fiton dhe kushtet janë shumë të lehta. 2 kushte ka. Më keqni mua, më ndiqni mua dhe mbire studion. Ç'a kushti tjetër? Ka që bëni ju për janë. Nëse jika tani, merrni pjesë sepse ju bekoj me gjitha të mirat që ta fitoj njëra nga gocat që mua më ndjek vërtet. Edhe paqim, shifemi në videon tjetër, çdo të njëjtë vlog me Rewan. Ciao!